Shumë miku çupa, ta kanë ta marrë tu. Atëherë sot po zhvillojmë në stadiumin Elbasan Arena Kupën e Shqipërisë, e cila është një aktivitet shumë i rëndësishëm i kalendarit tonë. Kemi një pjesëmarrje goxha të lartë, mbi 200 atletë, mbi 10 ekipe që marrin pjesë. Presim rezultate shumë të mira, sidomos dhe nga brezi i ri, i cilin e përgëzoj shumë, se i cili po vjen me një forcë shumë të madhe, edhe federata do e ketë gjithmonë prioritet. Kjo kupë sot shërben edhe si një aktivitet për lojrat europiane, është kualifikuese për lojrat europiane që do zhvillohen në Monaco me datën 30 maj, edhe shpresoj shumë që sportistët japin maksimumin dhe tregojnë veten e tyre. Është para Elbasan.